procesin, po, sepse nuk ka pas mundësi mu kriju shumica. Ju keni pas mundësin me kriju shumica edhe me blokun opozitor. Ju e keni blokuar, ju keni që blokuar. Sepse ju keni pas mundësin. PDK-ja ju ka ftue juve, Lëvizja Vetëvendosje ju ka ftue, Aleanca ju ka ftue, gjitha partit ju ka ftue. Ju keni qëndrua onash. Është edhe një palë. Është PDK-ja, është Lëvizja Vetëvendosje me një parti tjetër. Po ju keni pas ftesën, e vetëmja parti që keni pas ftesën pe 2 bloqeve. Jo, mbje keq. Pe 2 bloqeve keni pas. Mbje keq, partia parë që ka pas ftesën është Fatmir Limaj. S'ka qenë parti Fatmir Limaj me 3 deputet, s'ka qenë serioze. Ju keni mujt me bon ndryshimin, ju keni mujt me formu qeverin. Fatmir Limaj ka pas ftesë. Ka pas ftesë, po ata jënë konë 3 deputet lutëm, ne edhin fuqinë e tyne. 3 deputet kanë bot 61. Fuqinë e tyre, a i kryetar në kuventit e kanë kërku. Ka kërku, po... Me thue vota, zotin Limaj, në për studio. Po jo, po nuk dashta me ullë debatin atë pikë, mënova me spjegu që mundësia po, por ne jemi të regu, është e vërtet ajo që ju thonë që njerës kur dalin me votu të votojnë me qeverisë. Eksakt. Edhe LDK-n, populli Kosovës mësu me e pa në rolin pragmatik. Na jemi zgjidhje, keq mirë të na shohin zgjidhje. Çdo ngërç kur t'i ndodh vetëvendosjes, ata shohin zgjidhjen dhe na. Çdo ngërç politik që i ndodh partive tjera, ata shohin zgjidhjen dhe na. Dhe çka keni bëju, edhe si ta ka përcejnë lumin, manej fillojnë me na akuz, jo, me na bën neve fajtor, pse ju se bënet. Po mas në një dojnë as 2 javës, s'kishme mujtë bashkë, me shtyje, nesë.